Të dashur priveisa, tani është radha për rubrikën e vërtet e pa vërtet. Mirë, për para se të shohim se çka ka të vërtet për artistët tanë, një falenderim i posaçëm shkon për sponsorët tanë, të cilët janë Vala 4G, Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari dhe Fruti. E ndjekim bashkë rubrikën e radhës. Rita Ora me 17 shkurt në Kosovë. Kjo është plotësisht e vërtetë. Këngëtarja shqiptare me famë botërore do ta vizitojë sërish Kosovën, por këtë herë në datën më të rëndë. Ardian Bujupi e Gjencila në bashkëpunim. Edhe kjo është e vërtetë. Vitin që lan pas, të dy artistët kanë qenë të jetë angazhuar e produktiv, por fund viti gjeti bashkë në një koncert që me sa duket ka dhënë frytet dhe për diskografi. Sipas informacioneve të sigurta, Ardian Bujupi e Gjencila Myrtezaj do sjellin bashkëpunimin e tyre të parë. Teksti është shkruar nga Muma, muzika nga Ardiani, teksta për videoklipin akoma nuk është vendosur. Paralelisht me këtë projekt, Ardian Bujupi ka bërë një tjetër këngë, por atë për tregun gjerman. Marina Vjollca prezantuese e Ferma. Kjo është jo e vërtetë. Të dielen ishte finalja e Selavi, projekti të parë të Marina Vjollcës në lagën e TV Klan. Me të përfunduar ky spektakël kanë filluar aludimet e para se cila do të jetë sipërmarrja e radhës e Vjollcës. U tha se programi Ferma, që është pak a shumë i ngjajshëm me Big Brother, do të prezantohet nga Marina, por kjo nuk do të ndodhë. Ferma është produksion i Alketës dhe do të jetë Pikrit Vejsiu prezantuesja e saj. Ky reality show do të nisë pas përfundimit të nënkurthin e Peter Pan, që do të transmetohet në shkurt. Edhe trupën e baletit